Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve. Në fakt, siç e kemi njoftuar, sot u ndodhem këtu së bashku me Ministrin e Brendshëm, zotin Lamallari, pikërisht për të bërë prezantimin e drejtorit të ri të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, zotit Skënder Hita. Përzgjedhja e tij është një provë e qartë se karriera në Policinë e Shtetit ndërtohet me meritën, transparencën dhe integritetin. Sot Policia e Shtetit është një institucion që ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe këtë e dëshmojmë të gjithë. Si një trup profesionale e konsoliduar, gjithnjë e më e mirë paguar dhe e orientuar qartë drejt modernizimit dhe digitalizimit. Ky është një standard që e kemi ndërtuar dhe që duhet jo vetëm ta ruajmë, por edhe ta çojmë më tej. Dhe kjo është detyra e parë e drejtorit të ri, është pikërisht forcimi I këtij standardi në çdo hallk të tij, I kësaj organizate që në fakt është një nga organizatat më të rëndësishme të shtetit shqiptar, e cila në çdo nivel të drejtimit dhe në çdo hallk dhe ndërveprim me qytetarët duhet ketë parësore pikërisht integritetin dhe profesionalizmin në mënyrën se si komunikon dhe ndërvepron me gjithë secilin. Sepse një polici moderne në fakt matet jo vetëm me rezultate operative, por mbi të gjitha me cilësinë e organizimit, profesionalizmit dhe aftësinë për t'ju përshtatur sfidave të kohës. Në këtë kuadër më duhet të them që Policia e Shtetit ka arritur nivele të larta të zbulueshmërisë së veprave penale, si dhe kemi forcuar goditjen financiare të krimit përmes identifikimit dhe konfiskimit të aseteve kriminale. Por sigurisht që nga njëra anë këta janë tregues konkret të një standardi në rritje, sfidat janë ende gjithnjë e më të mëdhaja dhe pa diskutim mbeten komplekse. Kështu që objektivat tonë janë të qartë. Së pari, përmes detyrave që Policia e Shtetit ka sa I përket një procesi shumë të rëndësishëm, që është integrimi I vendit tonë Bashkimin Evropian. Policia e Shtetit ka një rol kyç si një hallk vendimtare sa I përket përmbushjes së kapitujve që lidhen drejt për drejt me sundimin e ligjit dhe sigurinë. Kjo kërkon domosdoshmërisht një rritje të standardeve profesionale dhe institucionale në përputhje me praktikat më të mira europiane. Nga ana tjetër është teknologjia, një shtyllë e padiskutueshme e zhvillimit. Nuk mund të ndërtojmë një polici të saërtmes pa parë dhe pa përmirësuar instrumentat që kemi në dorë dhe që janë instrumentat cilët janë përdorur në vazhdimsi nga Policia e Shtetit. Digitalizimi I shërbimeve, zbatimi I projekteve si Smart City, identiteti digital, e-gatet dhe sistemet inteligjente janë element thelbësor për një polici moderne, dhe ne të gjithë jemi të qartë për këtë. Monitorimi inteligjent, analiza e dhënave në kohë reale, reagimi I shpejt, janë sot standard, jo zgjedhje. Dhe së treti, ajo që është akoma më thelbësore, është ripërtëritja e trupës së Policisë së Shtetit, përmes afrimit të rinjve, të rejave, mbi bazë meritokracie, si dhe përmes forcimit të integritetit duke garantuar që uniforma e Policisë së Shtetit të mbahet vetëm nga ata që e meritojnë. Sigurisht që forcimi I këtij standardi nuk mund të arrihet pa bashkëpunimin e ngushtë me institucionet ligjzbatuese, me partnerët ndërkombëtar, duke rritur besimin reciprok dhe efikasitetin në veprim. Forcimi I policimit në komunitet do të vazhdoj të mbetet një hallkë e rëndësishme e domosdoshme e punës Policisë së Shtetit për të qenë sa më pranë qytetarëve dhe për t'ju përgjigjur në kohë reale çdo shqetësimi dhe çdo problematike që komunitetet tona mund të kenë. Figura e policit, e punojësit policisë, do duhet jetë aty pikërisht për të garantuar që ka një krah, ka një mbështetje për çdo që ka nevojë në një moment caktuar. Pashtu rritja e sigurisë në shkolla, në rrugë, në hapësira publike, si dhe fuqizimi I luftës kundër krimit në çdo formë të tij është pa diskutim një objektiv tjetër I drejtorit të ri të përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Besimi I qytetarëve besojmë fort që vjen si rezultat I këtij standardi dhe duhet mbetet gjithmonë I lidhur me të.
Dhe kjo është rruga jonë përpara, prandaj detyrat janë të shumta, janë sfiduese, por jam e bindur se në bazë të gjithë këtyre përgjegjësive që kjo organizat ka, pa diskutim energjia e drejtorit të ri, do t'jetë një vlerë e shtuar, pa diskutim puna e bërë nga paraardhësit është një nivel i cili do të arrisi akoma më shumë edhe punën edhe performancën e kësaj organizate dhe pa diskutim që në vijim së bashku të gjithë do bëjmë më të mirën për të forcuar akoma më shumë rendin, sigurinë, për të përmirësuar akoma më shumë performancën e kësaj organizate dhe për të bërë të mundur që në 2030 Shqipëria të jetë një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit, shumë urime Skënderit, na vaf të mbarë të gjithëve. Nderuar zëvendës kryeministre Albana Kociu, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. I nderuar kryetari i Komisionit për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen, zoti Çuçi, të nderuar të pranishëm, të dashur punonjës të Policisë së Shtetit. Është kënaqësi dhe përgjegjësi e veçantë për mua si ministër i Punëve të Brendshme të marr pjesë në këtë moment të rëndësishëm për Policinë e Shtetit, duke i besuar drejtimin e saj një drejtuesi të ri, në një kohë ku kërkesat ndaj këtij institucioni janë më të larta se kurrë. Ceremonia që na ka bërë këtu bashk nuk është thjesht formalizimi i leadershipit të ri të Policisë së Shtetit, por kjo ditë shënon dhe rikonfirmimin e angazhimit tonë për një organizatë gjithnjë e më profesionale, të besueshme dhe në shërbim të qytetarëve. Por te solemnitetit dhe formalitetit të këtij rasti, dua të evidentoj 3 elementë domethënës. Së pari, lidhur me procesin e ndjekur deri më sot. Për të mbërritur në këtë ceremoni, është kaluar përmes një procesi transparent dhe të bazuar mbi meritë. Në çdo fazë është përfshirë vlerësimi i përvojës, profesionalizmit dhe integritetit të kandidatëve, duke siguruar që drejtimi i këtij institucioni kyç t'i besohet një figure të besueshme që përfaqëson standardet më të larta profesionale të organizatës së Policisë së Shtetit dhe pavarësisht se fituesi duhet ishte një dhe vetëm një, unë vlerësoj pjesëmarrjen e gjithë kandidatëve që ishin të pranishëm, duke demonstruar absolutisht një përvojë të konsiderueshme në detyrat që ato kanë mbartur dhe vazhdojnë të mbajnë në Policinë e Shtetit. Lidhur me kandidatin fitues, i cili ka marrë dhe besimin e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe të Kryeministrit dhe Qeverisë Shqiptare, zotit Skënder Hite. Jam personalisht i bindur që të gjithë ju këtu sot, pjesë e organizatës së Policisë së Shtetit, por edhe më gjerë, ndani të njëjtin bindje me mua se zoti Skënder Hite është njeriu i duhur për të udhëhequr Policinë e Shtetit në një moment të rëndësishëm për vendin dhe për qytetarët, duke garantuar stabilitet, leadership dhe përkushtim ndaj shërbimit të qytetarëve dhe ligjit. Ai është një oficer karriere, profesionist dhe udhëhequr nga integriteti në çdo detyrë që ka mbartur. Unë gjithashtu kam patur fatin dhe mundësinë që për rreth 9 vite të bashkëpunoj me të në pozicione drejtuese që ka mbajtur në disa qarqe të vendit, gjithmonë duke treguar një shembull të lartë profesionalizmi, kuraje dhe integriteti dhe shërbimi të përkushtuar ndaj qytetarit dhe ndaj rendit dhe sigurisë. Do të vazhdojmë sot e tutje të bashkëndojmë punës bashku për të përmbushur misionin tonë si shërbëtor publik ndaj vendit dhe qytetarëve. Së tretë, integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Ky mision bëhet akoma më i rëndësishëm në kontekstin ku ndodhet sot aktualisht Shqipëria, duke qenë se ne jemi në një proces real dhe të pandalshëm drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe negociatat janë të hapura dhe vijojnë dita ditës me intensitet me Brukselin dhe vendet anëtare dhe progresi i Shqipërisë po vlerësohet në mënyrë të vazhdueshme nga partnerët tanë evropian. Ky është një proces që nuk matet me retorik, por me rezultate konkrete, me institucione të forta dhe me standarde të qëndrueshme. Në këtë rrugëtim, Policia e Shtetit ka një rol thelbësor, sepse integrimi evropian nuk është vetëm një proces politik, por edhe teknik. Është një transformim i përditshëm i shoqërisë dhe e vendit tonë. Është ndërtimi i një Shqipërie ku ligji zbatohet njësoj për gjithë, ku siguria është e garantuar dhe ku institucionet janë të besueshme. Çdo hap përpara në luftën kundër krimit, çdo standard i rritur profesional,
çdo qytetar që ndihet I sigurt është një hap më afër Europës së Bashkuar. Nga ana tjetër, duhet ta themi qartë se kjo është një përpjekje për të garantuar rendin, për të garantuar sigurinë çdo ditë dhe për të shmangur çdo situatë që cënon stabilitetin dhe sigurinë e vendit, I bën qytetarët të ndjehen të pasigurt, ndalon çdo akt të nxitur dhe të stimuluar dhune, gjitha bashkë në fund për fat keq dëmtojnë imazhin e vendit. Shqipëria ka zgjedhur rrugën e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë, të ligjit dhe zhvillimit, dhe kjo rrugë nuk do të ndalet kurrësi. Së fundmi, zoti drejtori I përgjithshëm, ju merrni këtë detyrë në një moment kur kërkohet leadership I fortë, vizion I qartë dhe vendosmëri. Besimi që ju është dhënë sot është njëkohësisht dhe një pritshmëri e lartë për të çuar përpara një polici moderne, profesionale dhe në përputhje me standardet më të larta evropiane. Roli juaj është I qartë. Të forconi më tej profesionalizmin, të thelloni luftën kundër paligjshmërisë dhe të garantoni që policia e shtetit të mbetet një institucion në shërbim të qytetarëve dhe jo mbi ta. Një institucion që ofron shërbim dhe nuk qaset vetëm si forcë represive, por një organizat që modernizohet vazhdimisht dhe është në lartësinë e sfidave të kohës. Në emër të Ministrisë së Brendshme, ju uroj suksese në këtë detyrë të rëndësishme. Shqipëria ecën përpara dhe padyshim policia e shtetit është dhe do të mbetet një nga garantët kryesorë të këtij rrugëtimi drejt Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit dhe siç e kërkon protokolli, duhet të lexoj dhe vendimin e miratuar nga Këshilli I Ministrave, I cili na bëri sot bashkë, konkretisht vendim numër 203, datë 30/3/2026, për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës, të pikës 1 dhe 2, të nenit 56, të pikës 10, të nenit 85, të ligjit numër 82/2024 për Policinë e Shtetit, me propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli I Ministrave vendosi: Zoti Skënder Hita emërohet drejtori I përgjithshëm I Policisë së Shtetit dhe I jepet grada drejtues madhore. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe betohet në fletoren zyrtare. Shumë faleminderit. Urime dhe suksese zotit drejtori I përgjithshëm. Mbajtësit e simboleve të afrohen për dorëzimin e simboleve të Policisë së Shtetit. I nderuar Zoti Ministri I Punëve të Brendshme, në këtë çast solem,
në respekt të veprës së të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë të rënë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. E nderuar zëvendës kryeministre zonja Koçiu, i nderuar ministri i punëve të brendshme zoti Ila Mallari, i nderuar kryetari i Komisionit Çështjeve të Brendshme dhe Mbrojtjes zoti Çuçi, të nderuar oficer ndërlidhës të policive partnere, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Sot është një ditë e rëndësishme e karrierës sime në policinë e shtetit. Pas një rrugëtimi 25 vjeçar, me uniformën blu, me dëshirën për të shërbyer pa kompromis qytetarëve, ligjit dhe vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë në organizatën tonë. Këtë kurorëzim nuk e shoh thjesht si arritje personale, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj çdo punonjësit të policisë shtetit. Gjej rastin e veçantë të falenderoj kryeministrin dhe qeverinë shqiptare për besimin e dhënë, si dhe çdo koleg me të cilën kemi ndarë këtë rrugëtim sakrificash. Jam mirënjohës çdo efektivit policisë që shërben çdo ditë me përkushtim, si dhe familjeve tyre që mbajnë peshën e kësaj detyre. Nderim për dëshmorët e policisë dhe respekt për veteranët që mbeten burim frymëzimi për ne. Është punuar e sakrifikuar shumë deri më sot. Mbetet sfidë, thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit policisë, sepse një polici një denjë matet me besimin që fiton çdo ditë nga qytetarët. Policia nuk është thjesht një institucion që ofron shërbim. Ajo është vendi ku qytetari gjen mbështetjen, drejtësi dhe besim. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Modernizimi i policisë përmes teknologjisë, përfshirë dhe projektin madhor Smart City dhe trajnimeve sipas standardeve më të mira europiane. Rritje akoma më shumë e transparencës dhe përgjegjshmërisë ndaj qytetarëve. Mbështetje dhe motivim për çdo punonjës policie që kryen detyrën me ndershmëri e përkushtim. Forcimi më tej i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar dhe agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit. Të dashur qytetar, policia e shtetit është e juaja. Ajo do të jetë gjithmonë në krah të ligjit dhe në krahun tuaj, profesionale, e gatshme dhe e përkushtuar. Siguria juaj është detyrimi ynë më i madh. Bashkëpunimi dhe besimi ndërmjet nesh janë thelbësor për të ndërtuar një shoqëri më të sigurt. Të nderuar përfaqësues të medias, ju jeni partner të rëndësishëm në informimin e drejtë dhe transparent të publikut. Policia e shtetit do të jetë e hapur dhe e përgjegjshme në komunikim, duke rritur besimin përmes transparencës. Të dashur punonjës të policisë shtetit, ju jeni shtylla e këtij institucioni. Nga ju kërkoj përkushtim, ndershmëri dhe respekt të palëkundur për ligjin dhe qytetarët. Do të jem mbështetësi juaj në rrugën e drejtë, por dhe kërkues i lartë i standardeve dhe përgjegjësisë, sepse po përgatitemi për policinë e shtetit të një vendi evropian. Le të punojmë së bashku për një polici që nuk e imponon autoritetin, por e fiton atë çdo ditë nëpërmes shërbimit dhe drejtësisë. Ju falemnderit.